Sot do dëgjoni shembjen e një dasme. Jo për shkak xhelozie, jo për zili, por për shkak të zërit të një vajze 9 vjeçare. Një vajze që dëgjoi diçka që s'duhej ta dëgjonte kurrë dhe që u ngrit para gjithë fshatit për të mbrojtur baban e saj. Kjo është historia e Rebeka Hoxhës, vajzës që ndali një martesë me një të vërtet më të mprehtë se çdo akuzë. Dhe kjo histori fillon me një baba që refuzoi të braktiste vajzën e tij dhe një nuse që fshehu një fytyrë që askush nuk e priste. Jeni gati të fillojmë? Mirë se vini në histori të vërteta, aty ku zërat që zakonisht mbeten të heshtur, marrin guxim dhe e vërteta del në dritë në mënyrat më të papritura. Unë jam narratorja juaj sot, dhe përpara se të hyjmë në këtë histori tronditse, më tregoni, nga cili qytet apo vend po na dëgjoni. Shkruajeni poshtë në komente. Dhe mos harroni të abonoheni sepse çdo ditë sjellim histori që prekin shpirtin. Para se vdekja të hynte në shtëpinë e tyre, jeta kishte një butësi të veçantë që Rebeka e mbante mend në copa, prekjen e gishtave të nënës në flokët e saj, këngët që Mirjana murmuriste në kuzhinë, mënyrën si ajo buzëqeshte sa herë Valdrini hynte në dhomë. Një mbrëmje, pak javë para se gjithçka të rrëzohej, Rebeka kishte fjetur në divan. Mirjana i mbështolli një batanie sipër dhe tha me një buzëqeshje të lodhur: "Ajo ndërron me zë të lartë, ashtu si çndroi e ti dikur." Valdrini qeshi lehtë. "Shpresoj të ketë ëndra më të mira sa unë." Mirjana i preku faqen butë. "Ti ke vënë një jetë të mirë, edhe kur nuk e sheh." Ai e puthi në ball, pa e ditur se ishte hera e fundit që ajo dukej kaq e gjallë e kaq e qetë. Ditët e ardhshme sollën sëmundjen. Javët sollën shtratin. Dhe dimri solli një frymarrje që mezi mbahej. Një natë, Rebeka mbajti dorën e saj të vogël mbi dorën e nënës. "Mami, a vjen nesër me mua në shkollë?" Mirjana buzëqeshi me dhimbje. "Ndoshta jo nesër, zemër, por do mendoj për ty gjithë ditën." Rebeka tundi kokën, e bindur. Valdrini fshiu lotët pa e lënë të shihej. Atë mbrëmje, kur Rebeka ra në gjim, Mirjana i përshpëriti burrit të saj. "Premto se do ta rrisësh me butësi. Premto se s'do ta lesh askënd ta marr, as familja ime, as e jotja." Valdrini u drodh. "Mos fol kështu." "Premto," tha ajo, duke marrë frym me vështirësi. "Ajo do të thyet lehtë, mbroje." Ai e shtrëngoi fort, duke fshehur fytyrën në qafën e saj. Ajo lëvizi dorën vetëm sa për t'ia ledhatuar flokët. Ishte hera e fundit. Mirjana vdiq në agim. Shtëpia u mbush me një heshtje që dukej se thërriste nga çdo mur. Rebeka u mbyll në dhomën e saj, e shtrirë nën batanie duke përsëritur të njëjtën fjali. "Mami është e lodhur, do zgjohet, nuk na ka lënë." Valdrini ul pas derës për orë të tëra, pa zë, pa forcë. Nuk dinte si t'i tregonte të vërtetën. Ajri ishte shumë i rënd për t'u marrë frym. Kur Rebeka doli më në fund, syti kishte të skuqur. "Babi, a u lodh nga unë? A vdiq se e mërzita unë?" Këto fjale goditën si thik. Ai e mori në krah, e mbante fort sikur ta mbronte vetvetja. "Jo, zemër, ti je vetëm i arsye që ajo luftoi kaq gjatë. Ti je arsyeja pse unë zgjohem çdo ditë." Ajo qau në qafën e tij derisa gjumi e mbylli, i dridhur, i lodhur, i copëzuar. Dita e varrimit ishte ftohtë. Qielli një shije grije që dukej sikur nuk donte të hapej. Varreza u mbush me njerëz, të afërmi, komshinj, kushërinj të largët. Rebeka mbante një trëndafil të bardhë. Duart i dridheshin e nuk e kuptonte pse gjithçka ndodhte aq shpejt. Kur Arkiboli ul në tokë, ajo tha me zë të ulët: "Mami, më dëgjon?" "Po," tha Valdrini, me një zë që mezi mbahej. "Gjithmonë." Ajo hodhi trëndafilin. Petalet prekën drurin dhe rrëshqitën anash. Fytyra e saj ndryshoi sikur të mos ishte më fëmijë, sikur të ishte lënduar për tej moshës. Pas varrimit, të dy familjet u rreshtuan rreth Valdrinit, duke parë më shumë si një burr të thyer sesa si një bab. "E lëre Rebekën me ne për disa muaj. Duhet grua në shtëpi. Ajo shumë e vogël. Ti ke punë, kompani, përgjegjësi.
Nuk është e lehtë të rrisësh një vajzë vetëm. Fëmia ka nevojë për nën, shtoi dikush tjetër. Jo, tha Valdrini but. Ka nevojë për mua. Ata vazhduan të flisnin mbi kokën e tij. Dërgojnë edhe ne derisa të kthehesh në normalitet. Do të lodhesh, po e bën më keq për të. Nuk është mirë për imazhin tënd. Atë çast, Rebeka u fsheh në pas muri. Ajo dëgjoi gjithë val. Kur një kushërinj tha: "Jep na ve para se të bëhet bar." Rebeka shpërtheu në lot. Valdrini u kthye. Sytë e tij u ndezën. "Askush nuk do ta marr vajzën time," tha me një qetësi që ngrinte gjakun. Disa u zemëruan, disa u habitën, disa ikën duke tundur kokën. Rebeka vrapoi te ai, duke ju kapur fustanit. "Babi, mos më leje të shkoj." Ai e ngriti në krah. "Mos ki frikë. Premtimin i fundit që i dhash nënës tënde ishte ty, dhe nuk e thyej." Ajo qau në qafën e tij, i dridhur si gjethe në erë. Ditët që erdhen më pas ishin të vështira por të buta. Valdrini zgjoi herët, gatuante petullat djegura për të bëra me dashuri. Përpiqet i lidhte flokët Rebekës dhe gjithmonë i dilnin keq, saqë ajo qeshe për herë të parë pas varrimit. Ai anullonte takime, shtynte projekte, mbyllte telefonin vetëm si ata merrte në shkollë. Klientë ankoheshin, partnerë thonin se po bëhej jo profesional. Njerëzit përshpërisnin se e kishte humbur ekuilibrin. Ai nuk dëgjonte askënd. Në zyrë, i vendosi Rebekës një tavolinë të vogël pranë tij. Ajo vizatonte ndërsa ai punonte. Ndonjëherë ajo flinte me kokën mbi librat e saj, dhe ai e mbulonte me një shall të nënës së saj. Në darkë, ai përgatiste çajin e kamomilit ashtu siç e bënte Mirjana. Në shtrat, lexonte përrallat që Mirjana lexonte dikur, duke ndalur te pjesët që i lëndonin zemrën, por duke vazhduar prap. Një natë, Rebeka u ngjit në prerin e tij dhe i tha me zë të dridhur: "Babi, ti nuk do vdesësh apo jo?" Ai u shtang. E shtrëngoi fort ashtu sikur ajo merrte frym me vështirësi. "Jo zemër, jam këtu dhe nuk do ikja asnjëherë." "A premton?" "Betohem." Ajo mbylli sytë më në fund të qetë. Dhe në atë çast ai kuptoi se nuk po mbjetonte thjesht dhimbjen, po ndërtonte një jetë të re në rënoje të vjetrës. Ditë pas dite, hap pas hapi. Me një forcë që as vetë nuk e dinte se e kishte. Një jetë e bukur, e brisht. Vetëm të dy. Dhe shumë shpejt, dikush do të vinte ta prishte përsëri. Vitet pas vdekjes së Mirjanës se gjetën Valdrin duke ecur në një rrugë të gjatë të ringritjeje. Ai nuk fliste shumë për dhimbjen, nuk ankohej, nuk kërkonte mëshirë. Por kushdo që e shikonte nga afër e kuptonte se çdo hap që hidhte ishte i rënd. Sidoqoftë, ai ecste. Për Rebekën, ai nuk ndalej. Punët nisën të ndryshonin kur një nga projektet e tij të vjetra, një ndërtesë që kishte ngecur për vite, përfundoi me sukses dhe ju dha si meritët vetë me atij. Pastaj erdhi një kontratë tjetër, një investitor nga Tirana. Pastaj një ofertë për të blerë një tokë afër liçenit, tokë që askush nuk ishte arritur ta siguronte. Emri i tij nisi të përmendi gjithnjë më shumë. Valdrini po ngrihet. Ka bërë marrëveshje të mëdha. Ka lidhje të forta. Do bëhet shumë i pasur. Dhe kur shqiparët flasin kështu për dikë, lajmi nis të lëviz më shpejt se era. Në fillim ishin thjesht njerëz të zakonshëm që e përgëzonin. Pastaj erdhën këshilluesit që e buzëqeshnin shumë dhe flisnin pak. Njerëz që nuk e kishin parë kur gjatë ditëve të tij të vështira, por që tani dilin para tij sikur ishin miq të vjetër. Ke nevojë për dikë që të qëndroj pranë. Një grua e mirë do t'i sillte stabilitet vatrës. Stabilitet, tha Valdrini, duke buzëqeshur me nervozizëm. Kam Rebekën. Ajo është stabiliteti im. Por fjalët nuk pushuan. Ëma e Mirjanës erdhi një ditë me një tundje të çuditshme buzësh. Bir, shtëpia është shumë bosh. Rebeka rritet. Mund të gjesh dikë të mirë, dikë që ta duan të dyja. Një tezë e largët e vizitoi më ëmbëlsira. Ke nevojë për një nuse që të ndihmojë, jo për hir teje, për hir të vajzës. Një fqinj i qeshur e kapi për shpatullë jashtë dyqanit.
Je burr i ri, i pasur. I kam njohur disa vajza shumë të mira për ty. Dhe kështu filluan të shfaqeshin vajza rastësisht në rrugën e tij. Disa sillnin petulla nder, disa dërgonin kafe për mirësjellje. Disa ofroheshin mendim për Rebekën edhe pse vajza nuk ishte kërkuar askënd. Në zyrë mbritën letra nga gra që nuk e kishte parë kurrë gjatë ditëve të tij të vështira, por që tani dilin para tij sikur ishin miq të vjetër. E di sa vështirë është të jesh vetëm, o sa ke nevojë për t'i këtë të dëgjoj. Emblen a society had awakened, dhe kur një burr i vetëm, i ri dhe i pasur përmendet, disa shohin mundësi, jo dhimbje. Rebeka e vrente çdo ndryshim. Ajo ishte bërë më e butë me njerëzit, por më vigjilente. E përqanonte babain shpesh sikur ta shite të lodhur nga gjërat që nuk thuheshin. Një ditë doli nga shkolla dhe pas se babai nuk ishte veshur këmishën e zakonshme blu. Ishte zverdhur në fytyrë dhe frymarrja duke e mend. "Babi, ç'ke?" pyeti ajo. Ai buzëqeshi si gjithmonë për të fshehur të vërtetën. "Asgjë, jam pak i lodhur." "Je shumë i lodhur," tha ajo, duke e marrë çantën nga dora. "E shoh." Ai e pa me një butësi të thellë. "Ti e vëren gjithçka." Atë mbrëmje ndërsa ai po përgatiste darkën, Rebeka i tha: "Babi, pse po vinë kaq shumë njerëz tek ti sfundmi?" Ai ngriu një çast, pastaj tha qetë: "Kur njeriu punon shumë dhe i ecin gjërat, disa duan të afrohen për arsye të ndryshme. A janë të mira? Disa po, disa jo." Rebeka uli kokën. "Ato brat, të pëlqejnë?" Valdrini qeshin let. "Nuk më duhen gra që më pëlqen sepse kam para. Dua dhe kë që të na dojnë ne të dyve." Vajza ngriti kokën me një lloj lehtësimi. "Ato nuk na duan ne të dyve." "E di," tha ai. "Mos u shqetëso." Dhe vërtet, pavarësisht lodhjes, pavarësisht presioneve, ai bëri gjithçka që Rebeka të mos e ndjente rritjen e tij profesionale si humbje e tij si baba. Çdo darkë jenin bashk, të dy ulur në tavolinë duke folur për ditën, duke qeshur për gabimet e tij në kuzhinë. Kur Rebeka përgatiste detirat, ai qëndronte pranë saj në zyrë. E bënte të ndihej si pjesë e çdo projekti të tij. Dhe të dielën, pa dështuar njerë, shkonin te vendi ku Mirjana i kishte bërë 10 fotografi. Ishte plazh i vogël me gur të bardhë ku era vinte gjithmonë nga jugu dhe deti kishte një aromë që Rebeka e njohte prej fëmijërisë. Aty ajo shtrinte këmbët me gur dhe thoshte: "Mami e donte shumë këtë vend." "Edhe unë," tha ai, "sepse këtu jemi ndjer gjithmonë të qetë." Një ditë ndërsa ajo luante me guaçka, ai mori telefonin dhe bëri një fotografi. "Pse më bën fotografi?" pyeti ajo. "Dhe pse dua të mbaj mend çdo ditë me ty?" "Sepse rrite shpejt." Ajo vrapoi në krah, e shtrëngoi fort dhe tha: "Ti je njeriu im i preferuar." Ai u përkul dhe i puthi ballën, por në sytë e tij ishte një lodhje që vetëm prindrit e vetëm e kuptojnë. Dhe pikërisht kur dashuria mes tyre ishte bërë aq e dukshme, aq e pastër, aq e pandashme, sa çdo njeri që i shite prekej, atëherë filluan të afroheshin njerëz të tjerë. Një zonjë e moshuar që nuk ishte folur në ta prej vitesh, erdhi në derë me një tapsi baklavash. "Valdrin, e di sa e vështirë është jesh vetëm, po kam një mbes të mirë, shumë të edukuar." Një zonjë tjetër e takoi në market dhe i tha: "Djalë, është koha të mendosh për një nuse. Nuk e lesh të pënbosh. Vajzat duhet të ketë shembull të mirë." Një investitor i ri e tha drejt për drejt: "Kam një motër që do ishte perfekte për ty, mund ta njihni." Por çdo herë që dikush fliste kështu, Rebeka afrohej Valdrinit dhe i mbante dorën. Ai e shtrëngonte fort. "Mos u shqetëso," i përshpëriste. "Asgjë nuk ndryshon." Megjithatë, lodhja filloi të shfaqej në mënyra që ai nuk i kontrollonte dot. Filloi të binte në gjumë në tryezën e kuzhinës, filloi të harronte takime të rëndësishme, filloi të qante natën në heshtje vetëm kur Rebeka flinte. Por lidhja e tyre u bë më e fortë. Një mbrëmje ndërsa Rebeka po luante fletoren në lapsa me ngjyra, ajo tha papritur: "Babi, nëse një ditë do dashurosh, duhet të marrësh dikë që të më dojë edhe mua." Ai mbajti sytë e tij mbi të për një moment të gjatë. "Mendon se mund dashurohem?" "Më ndoshta," tha ajo duke ngritur supet, "por ajo duhet jetë si mami, ose ndryshe nuk më pëlqen." "Ajo si mami nuk ka," tha ai. "Ka vetëm një Mirjana në këtë botë." Rebeka buzëqeshi. "Atëherë mos mirë askënd." Ai qeshi lehtë, por fytyra u trishtua pak. "Do të shohim," tha. "Tani nuk mendoj për këtë." Por bota rreth tij mendonte për të, dhe bota kishte plane. Në një nga ngjenjet e kompanisë, njerëzit u mblodhen rreth tij si thithës të energjisë. Disa e komplimentuan për veshjen, disa për projektet, disa për rolin si baba. Dhe aty, në mes të atyre duarve të shtrira, zërave të ëmbël dhe syve që vëzhgonin fitimet e tij, ai pa një fytyrë që nuk e kishte parë më kurrë. Selina Kurtaj. Ajo nuk afrua vrap, nuk buzëqeshi me zor, nuk i solli ëmbëlsira,
Nuk i dha komplimente për parat. U soll sikur nuk ishte nevojë për asgjë prej tij. Ky e bëri të dallonte menjëherë. Selina ishte e gjatë, me lëvizje të qeta, sy të kthjellët dhe një mënyrë të foluri që dukej sikur e kishte praktikuar gjatë. Ajo nuk e shikoi as si tregti, as si trofe. E shikoi thjesht si njeri. Kam dëgjuar shumë për ju, tha pa ngurrim. Kam punuar me disa nga investitorët tuaj. Jam këtu si mysafire. Nëse keni nevojë për këshilla ligjore, ja ku jam. Ai e pa me dyshim, por edhe me një qetësi të çuditshme. Rebeka, që ndodhej pak më larg, e pa gjithashtu. Diçka në mënyrën se si Selina shikonte babain e saj e bëri të ndjente një mpirje në stomak. Nuk ishte xhelozi, ishte parandjenjë. Sepse për herë të parë, një grua u shfaq jo për ndihmë, jo për keqardhje, jo për interes të drejtë për drejtë, por për një arsye që nuk shihej qartë. Dhe pikërisht këtu fillojnë hijet. Që në momentin e parë që u shfaq, Selina dukej si një grua që nuk i përkiste realitetit të përditshëm. Lëvizjet e saj ishin sakta, gjua e trupit e kontrolluar, fjala e matur, nuk ngecte, nuk ofshante, nuk ngatrohej. Atë natë në eventin e kompanisë, njerëzit u mahnitën sapo ajo dha dorën. Sa elegante, ka klas, ka një prani të fortë, por Rebeka e pa ndryshe. Sytë e Selinës ishin të qetë, shumë të qetë, si sytë e dikujt që ka praktikuar buzëqeshjen përpara pasqyrës. Kur Valdrini e ftoi për kafe disa ditë më vonë, Selina ul në salon dhe hodhi një vështrim të shpejtë rreth e rrotull, sikur po analizonte çdo detaj të shtëpisë. Librat, fotografitë e vjetra, kornizat e Mirjanës. Nuk foli për to, por syti ndalen pak më gjatë mbi një foto të vogël ku Valdrini mban Rebekën në krah ditën e lindjes. Sa e bukur jeni të dy, tha me buzëqeshje. Por në atë buzëqeshje kishte më shumë llogari se ndjeshmëri. Kur Rebekës ju afrua për herë të parë, e preku lehtë në shpatull. Ti duhet jesh Rebeka. Kam dëgjuar shumë për ty. Nga kush? Pyeti vajza. Nga njerëzit, tha Selina qetë. Të gjithë thonë që je shumë e mençur. Rebeka e uli kokën. Nuk i përqeu mënyra si ajo e tha të fjali. Si dikush që nuk e mendon vërtet, por e thot vetëm për t'u futur nën lëkurë. Kur Valdrini e thiri për kafe disa ditë më vonë, Selina ul në salon dhe hodhi një vështrim të shpejtë rreth e rrotull, sikur po analizonte çdo detaj të shtëpisë. Librat, fotografitë e vjetra, kornizat e Mirjanës. Nuk foli për to, por syti ndalen pak më gjatë mbi një foto të vogël ku Valdrini mban Rebekën në krah ditën e lindjes. Sa e bukur jeni të dy, tha me buzëqeshje. Por në atë buzëqeshje kishte më shumë llogari se ndjeshmëri. Kur Rebekës ju afrua për herë të parë, e preku lehtë në shpatull. Ti duhet jesh Rebeka. Kam dëgjuar shumë për ty. Nga kush? Pyeti vajza. Nga njerëzit, tha Selina qetë. Të gjithë thonë që je shumë e mençur. Rebeka e uli kokën. Nuk i pëlqeu mënyra si ajo e tha të fjali, si dikush që nuk e mendon vërtet, por e thot vetëm për t'u futur nën lëkurë. Kur Valdrini u kthye nga kuzhina me çajrat, uroj t'jesh rehat, i tha Selinës. Shumë, tha ajo, duke buzëqeshur sërish. Ju keni një shtëpi të bukur, plot ngrohtësi. Rebeka e vuri re. Selina nuk ishte pyetur asgjë për nënën e saj, as për historinë e tyre, as për humbjen që kishte shenja në çdo qoshe të shtëpisë. Çdo kush që kishte pak ndjeshmëri, do të fliste me kujdes, me butësi. Por Selina dukej sikur po luante një rol që nuk e përfshinte Mirjanën fare. Disa ditë më vonë, Selina kërkoi të kalonte një pasdite në shtëpinë e tyre për ta njohur më mirë Rebekën. Ishte veshur me një pallto të bardhë, me flokë të lidhur pas kokës dhe me një qetësi që nuk linte vend për dyshim, përveç Rebekës. Teksa Valdrini dori për të marrë disa dokumenta nga makina, Selina ndryshoi fytyrë brenda sekondës. Rebeka, tha me zot ulët, si ri një vajzë mirë? Mirë, tha ajo me kujdes. Po sikur të mos sillesh mirë? Toni ishte ndryshe. I thatë, i ftohtë, i pakëndshëm. Unë sillem mirë, tha ajo. Nuk kam gjë. Shpresoj, sepse baba yt nuk ka nevojë për lodhje dhe unë nuk dua ta shoh të lodhet. Ajo fjali nuk ishte kërcënimi drejt për drejt, por Rebeka e kuptoi. Ishte një paralajmërim i shehur. Kur Valdrini hyri sërish, Selina u kthye në versionin e ëmbël. Sa fëmijë mrekullueshme, tha,
Dua shumë kohë me të. Rebeka e uli kokën. Valdrinit i shkëlqeu fytyra, ishte i hamundur që më në fund dikush tregonte interes të sinqert për Rebekën. Vetëm se, interesi Selinës nuk ishte i sinqert. Gjatë ditëve në vajim, Selina filloi të shfaqej gjithnjë më shpesh. E merrte Valdrinin për darkë në restorante, i sillte dhurata të vogla, i shkronte mesazhe të gjata në mëngjes dhe natën vonë. Të gjithë e pëlqenin. Shokët e tij, të afërmit, punonjësit, shumë thonin: "Kjo është grua që të duhet. E ka serioz, do të sill qetësi." Por Rebeka shithet kundërtën. Një pasdite, Selina ul pranë saj te divani. "Si ishte shkolla sot?" e pyeti me zë të ëmbël. "Mirë," tha ajo shkurt. "Po vetëm kaq thua?" Sytë e saj u ngushtuan për një sekond. "Duhet më tregosh më shumë, duhet bëhem pjesë e jetës tënde." "Përse?" pyeti vajza. "Sepse, po të mos ishte aty babai yt, nuk do të flisja fare me ty." Këtë nuk e tha me zë, por vajza e ndjeu. Në vend të përgjigjes, Selina qeshi but. "Do të vi dita kur do të më duash shumë," tha. "Edhe nëse tani nuk më kupton." Në ato moment, Valdrini hyri në dhomë dhe Selina ndryshoi tonin si me magji. Rebeka filloi të vrente gjërat vogla. Selina largonte fotografitë e Mirjanës nga raftet dhe i vendoste diku tjetër, për të mos rënë gjatë pastrimit. Selina i jepte këshillat Valdrinit për financat, por jo të tipit kurse apo investo me kujdes. Ajo donte diçka tjetër. "Nëse do të rritemi bashk," i tha një natë, "gjë të dim gjithçka për njëri tjetrin. Do të më duhet të dija detaje për kompaninë tënde, pronat, aksionet, borxhet, fitimet. Është e rëndësishme për transparencë." "Selina," tha Valdrini hutuar, "kemi dalë vetëm 2 muaj. Dhe çfarë pastaj? Kur dashuron dikë, nuk ka sekrete." Rebeka i dëgjoi nga shkallët, zëri i saj u drudhit. Ajo e kuptoi, Selina nuk ishte interesuar për dashuri, ishte interesuar për kontroll. Një natë me shi, Selina shtëndi vonte Valdrini. Rebeka u ngjit lart, por në vend të flinte, qëndroi pranë shkallëve. Ajo dëgjoi Selinën duke thënë: "Njerëzit e tu më pëlqejnë shumë, familja jote po më njeh. Do ishte mirë ta bëjmë zyrtare lidhjen, pse të presim?" Selina, Rebekën duhet të përgatis. Nuk ka pse të përgatitet, fëmijët adaptohen shpejt. Ajo ka përjetuar shumë, nuk mund ta bëjë të ndihet sikur ja zvendçoi nënën. Selina heshti për pak, pastaj tha: "Unë mund të bëhem një nën më e mirë për të." Rebeka mbajti frymën. Asnjëherë nuk kishte dëgjuar dikë të fliste me atë siguri për vendin që kishte zënë Mirjana në zemrat e tyre. "S'dua të nxitohesh," tha Valdrini. Selina u tërhoq pak, por jo aq sa të hiqte dorë. Disa ditë më vonë, kur ishin në zyrë, ajo përsëri nisi të pyeste për pronat. "Kjo ndërtesa këtu është vetëm e jotja? Kjo toka pranë liçenit, sa vlen? Në cilën bank ke depozitat?" Valdrini qeshi. "Pse ke kaq kureshtje? Nëse do të jemi bashk, duhet të dim gjithçka për njëri tjetrin." Rebeka e pa ftyrën e saj, dhe ajo ftyrë nuk ishte një grua që donte një familje, ishte një grua që donte pushtet. Atë natë, Rebeka futi në dhomën e babait saj dhe u shtri pranë tij. "Babi," tha ulët, "a je i sigurt se Selina është njëri i mirë?" Ai ledhotoi flokët. "Po e përpiqem të bëj të mirën për ne të dy. Ajo është e sjellshme, është inteligjente, duket e sinqert, por nuk është e sinqert me mua." "Je fëmijë," tha but. "Noshta nuk e kupton." Rebeka uli kokën. Nuk i donte të lëndonte, por as nuk mund t'i thoshte se Selina, sa hera i largohej, shndrohej në një grua krejt tjetër. Edhe kështu, ajo heshti. Selina vazhdoi të afrohej, të hinte, të kërkonte, të lëviste gjërat sikur ishin të sajat, të jepte këshilla që nuk i kërkonte askush, të kontrollonte oraret, të analizonte financat, të projektonte të ardhmen sipas planit saj. Një plan që kishte një qëllim të vetëm, të hinte në jetën e tyre, të vendosin në krye dhe më të mos largohej. Dhe ndërsa maska e saj përsosur mbulonte gjithçka, Rebeka ishte e vetmja që e shihte çarjen, e vetmja që kuptonte rrezikun,
e vetmja që e njihte ftyrën e vërtet të Selinës. Dhe ajo e dinte, maskat, sa do të përkryera, një ditë bien. Rebeka nuk kishte ndërmend të dëgjonte asgjë atë pasdite. Ajo thjesht po kërkonte shallin e saj të dhoma e miqve, sepse mendonte se tetkalirie kishte lënë mbi karrike. Dera ishte pak e hapur, dhe ajo dëgjoi dy zora që flisnin me një ton të ulët, të kujdesshëm, atë lloj bisede që të rriturit bëjnë vetëm kur fëmijët nuk duhet të dinë. A e pe Selinën sot? Pyeti Tezja Lirie, duke rregulluar pallton. Më duket sikur i njeh të gjithë në qytet, tha motra e Valdrinit, Arta, edhe njerëzit që skapset i njoh. Liria mori frymthell, sikur po mblidhte guxim për të thënë diçka që nuk duhej. Ka diçka që nuk më pëlqen, tha ajo në fund, dhe s'po flas për sjelljen e saj. Po flas për diçka tjetër, diçka shumë më serioze. Rebeka ngrin në vend. Çfarë? Pyeti Arta. Liria e uli zërin ai shumë sa vajza me zi arriti të dëgjonte. Selina punonte në klinika të natë. Natën që vdiq Mirjana. Arta hapi syt. Je sigurt? 100%. E pash me sytë e mi. Ajo ishte aty me uniform. Asnjëherë nuk e përmendi. Asnjëherë nuk e ka thënë. Dhe gjithë kjo më duket shumë e çuditshme. Ndodhi ajo që ndodh sa herë zbulon diçka që nuk do ta dish. Rebeka ndjeu sikur dikush ja shtrydhi zemrën mes gishtave. Dielli jashtë ishte i fortë, por asgjë nuk i ngrohu me shpinën. Ajo u tërhoq ngadalë, duke mos bërë zhurmë, dhe u fut në dhomën e saj. Pse Selina nuk ishte thënë kurrë që ka qenë në klinika të natë? Pse e kishte fshehur? Pse nuk e përmendte fare Mirjanën? Pse kishte kaq nxitim për t'u futur në jetën e tyre? Ajo ndjeu një dridhje në stomak. Jo frikë e thjesht. Diçka më e thellë. Një dyshim që i futi rrënjë. Aty filloi shkatrimi i heshtur brenda shtëpisë. Selina, sikur të kishte nuhatur se kontrolli i saj duhej shtuar, filloi të sillte rregulla të reja. Ky divan duhet të ndryshohet, i the Valdrinit një mëngjes. Ngjyrat janë shumë të zymta. Mirjana e zgjodhi, ndërhyri Rebeka. Selina ngriti vetullën. Shpirti i saj nuk jetonte mobiljet. Kaq mjaftoi ta bënte vajzën të shtrëngonte dhëmbët. Selina e dinte saktësisht ku ndodhej plaga e tyre. Të nesërmen, Selina solli 2 piktura të mëdha dhe i vendosi në korridor pa pyetur askënd. Pse i ke sjell? Pyeti Rebeka. Ase në mund të sjell diçka të shtëpia ime ardhshme? U përgjigj Selina. Ajo nuk është shtëpia jote, tha vajza duke mos e kontrolluar dot veten. Selina shikoi gjatë, me një vështrim të ftohtë që i gërrynte qetësinë. Do të jetë, tha ajo, edhe nëse të duhet kohë të mësosh këtë. Kur Valdrini hyri në korridor me laptop, Selina i doli menjëherë përpara. I thash Rebekës për pikturat. Do t'i zbukurojnë shtëpinë? Janë të bukura, tha Valdrini. Mund t'i provojmë disa ditë. Rebeka uli shikimin. Ai nuk e kuptoi fare çfarë po ndodhte. Ditët kaluan dhe Selina u bë si një heje e përmetshme. Ajo hapte dollapët si të ishin të saj. Vendostja rrobat e Rebekës sipas mënyrës së vet. Shkronte lista detyrash për vajzën pa pyetur askënd. Madje fshiu një album të vjetër të Mirjanës nga tavolina. Ku është albumi mamit? Pyeti Rebeka. E hoqa, tha Selina. Ishte i plurushëm. Nuk të bën mirë ta shohësh vazhdimisht. Më jep albumin. Jo. Vajza ndjeu një goditje pa pritur në gjoks. Nuk ke të drejtë ta heqësh. Kam të drejtë për gjithçka që e lodh babain tënd emocionalisht. Rebeka e kuptoi menjëherë. Selina nuk po kërkonte vend. Ajo po zhvendoste dikë tjetër, Mirjanën, për ta zvendësuar. Kur Valdrini hyri në dhomë, Selina u kthye në versionin e butë. Po organizoja pak shtëpinë, tha. Po mundohem ta lehtësoj jetën. Valdrini e preku në shpatull. Faleminderit, me të vërtetë e vlerësoj. Rebeka mbylli grushtin, por nuk foli. Nuk kishte provë. Nuk kishte fjalë. Vetëm një ndjesi që bëhej gjithë ditë me radhë. Një mbrëmje, teksa Valdrini ishte vonuar në punë, Selina erdhi pa pritur me qese ushqimi. Hajde të hëm bashk, tha. Nuk jam e uritur, tha Rebeka. Duhet të hash. Një vajzë që nuk ha, nuk rritet si duhet.
Do të hë kur të vi babi. Nuk e pse ta presësh gjithmonë. Ai nuk është qendra e botës sote. Është edhe nuk dua të ha me ty. Heshtja që pasoi ishte aq e mpret sa duke sikur do të bridhte pjatat. Selina mori një hap drejt saj. Nuk të pëlqejnë ndryshimet, apo jo? Tha qetë. Por ndryshimet vinë, Rebeka, dhe ti duhet i pranosh. Jo, nuk e pranoj. Në atë çast, dera e hyrjes u hap. Valdrini hyri i lodhur, gjysmë i lagur nga shiu. Çfarë po ndodh? Pyeti duke shikuar tensionin në ajër. Selina u kthye buzëqeshura. Po flisnin për mbrumjen. Vure që Rebeka është shumë e ndjeshme kur vjen puna për darkat familjare. Rebeka ngriti kokën me habi. Si mund të gënjej kaq shpejt? Kaq natyrisht. Është e vërtet? Pyeti Valdrini. Vajza donte të thëriste jo, por diçka brenda saj e ndaloi. Disa thika ngulen më lehtë në zemër kur vijnë nga një bashkëbisedim i qetë, jo nga lufta. Po, jam e lodhur, tha vetëm. Selina e preku në shpatull. Nuk ka gjë zemër, do mësohemi. Ajo fjalë, do mësohemi, e mbushi dhomën me një ndjesi të ftohtë. Të nesërmen, Rebeka u zgjua nga tingulli i kollës së Selinës në korridor. Ishte herët, shumë herët. Ajo doli nga dhoma dhe e pa Selinën të paloste rrobat e tyre të pastra. Pse po prek gjërat tona? Pyeti Rebeka. Po ndihmoj, tha, Selina baukatuar kokën. Shtëpia është më e qetë kur gjërat janë të rregulluara. Ti nuk jeton këtu. Selina në fund e shikoi. Më vjen keq që këtë gjë nuk e ke kuptuar ende. Çfarë duhet të kuptoj? Selina vuri rrobat në një grump dhe ju afrua. Do mos harro një gjë. Dhe unë nuk jam këtu si mike. Unë jam këtu për të qëndruar. Në sytë e saj nuk ishte asnjë fije dyshimi. Dhe kjo ishte pjesa më e frikshme. Atë mbrëmje, teksa Valdrini ishte vonuar në punë, Selina erdhi familja e Valdrinit për vizitë. Tezja Lirie dhe Arta sollën në ëmbëlsira dhe diskutuan planet për fundjavën. Rebeka ndriti afër kuzhinës duke pritur momentin e dur për të folur me babain, por Selina nuk ju nda për asnjë sekond. Valdrin, duhet ta them sinqerisht, shok shumë nxitim në këtë marrëdhënie, tha Selina. Unë të mëshirshme që na sheh me sy kritik. Kjo tregon që do të mirën e Valdrinit. Nuk po flas për mirësinë time, po flas për përgjegjësinë time. Rebeka është pjesë e jona. Selina mori frymthell. Fëmijët nuk mbeten fëmijë për gjithmonë. Duhet i mësojmë të rriten. Kush është ne? Pyeti Liria. Sepse më duket sikur e poshtyn Rebekën anash. Selina po hendih mend Rebekën të krijojë disiplinë, diçka që i duhet shumë. Mirjana kur nuk e fliste ashtu, tha Arta. Ajo emër, Mirjana, e prishi qetësinë e Selinës. Mos e përmendni më, tha ajo. Nuk jemi më në atë fazë. Rebeka ngriti kokën me shpejtësi. Pse? Pse nuk duhet të flasim për mamin? Selina buzëqeshi për syt ishin të akullt. Sepse kaluara nuk na ndihmon të ecim përpara. Arta u drejtua nga Valdrini. Po e dëgjon? E kupton sa shqetësuese është kjo? Selina ka të drejtë, tha Valdrini. I lodhur, mund të duam të krijojmë një ambient të ri. Rebeka ndjeu sikur dikush ja shtydhi zvrahun nga shtëpia. Asnjë argument nuk i hynte babait të saj në mendje. Nuk shikonte asgjë. Asgjë të rrezikshme, vetëm shpresën për një fillim të ri. Mbrëmjen e vonë, kur të gjithë ishin larguar, Rebeka i tha Selinës, unë e di që ti nuk je njeri i mirë. Selina u kthye ngadalë. Kush të tha një gjë të tillë? Askush. Të kam vënë re vet. Aha, pra tani vendos ti sa kush është i mirë dhe kush në. Ti më largon nga babai. Po të sjell rregull, tha Selina. Po të mësoj të mos jesh problem. Unë nuk jam problem. Je, tha Selina, sepse babai yt nuk ka më energji të merret me tekat e tua. Tani ka dikë që mund ta ndihmoj. Mënyra si e tha fjalën dikë e bëri Rebekën të ndjejë një presion në krahachor, sikur ajri i dhomës ishte bërë më i dendur. Ajo e pyeti me zë të dridhur. A je ti në klinik natën që vdiq Mirjana? Selina ngriti kokën ngadalë. Për herë të parë buzëqeshja i humbi. Kush ta ka thënë këtë? Nuk ka rëndësi, tha Rebeka. Pse nuk e the? Sepse nuk ka asnjë arsye ta flas. E kaluara nuk na shërben. Por unë dua ta di. Ti nuk je askush për të kërkuar llogari. Ajo ishte nëna jote. Dhe unë, tha Selina,
duke ngritur zërin vetëm pak, do t'jem gruaja e babait tënd, që do të thotë se unë do të vendos rregullat. Rebeka e pa fytyrën e saj të vërtet, pa mask, pa buzëqeshje reme. Ishte një fytyrë ambicjes, kontrollit dhe mosdurimit. Dhe ajo e kuptoi. Selina nuk po hynte vetëm në shtëpi. Ajo po e fshinte çfarë gjëje brenda saj. Po e zhvendoste të kaluarën, po implantonte veten në të ardhmen. Dhe Rebeka po ngushtohej derisa mezi merrte frym. Atë mbrëmje pasi Selina u largua, Rebeka shkoi te dhoma e babait dhe u fut në batanike pranë tij. Babai tha me zë të ulët: "A mund të iki të jetoj me tetja lirie?" Ai u kthye i trunditur: "Jo, zemër, pse duhet të largohesh?" Rebeka mbrulli syt, sepse nuk ndihem më në shtëpi. Ai përqafoi fort, i bindur se kjo ishte vetëm xhelozi fëmijërore, por ajo e dinte. Nuk ishte xhelozi, nuk ishte imagjinat, nuk ishte kapriço. Ishte fillimi një zhvendosje të heshtur, që po i merrte gjithçka. Nata para dasmës ishte më e qetë se ç'duhej. Shtëpia kishte një heshtje të rëndë. Një heshtje që nuk vinte nga lodhja, por nga ajo ndjenjë që çdo gjë po ndryshonte shumë shpejt. Rebeka kishte qëndruar zgjuar deri vonë duke parë fustanin e saj të vogël të varur te dullapi. Tetka liria ja kishte zgjedhur me kujdes, duke shpresuar t'i sillte një ditë të bukur. Por Rebeka nuk e ndjente gëzimin që fëmijët zakonisht kanë para një feste. Rreth mesnatës, ajo u zgjua e etur. Ajri në dhomë ishte i ngrohtë dhe i rëndë. Mori celularin për dritë dhe hapi derën lehtë që të mos zgjonte babain. U nis drejt kuzhinës, por ndërsa kalonte korridorin, dëgjoi një tingull të ulët që vinte nga dhoma e Selinës. Në fillim mendoi se ishte televizioni, por pastaj dëgjoi emrin e saj. Rebeka, ajo ndaloi menjëherë. Mendoi se ndoshta po i dukej. Hodhi syt drejt derës së Selinës. Ajo ishte gjysmë e hapur, sa për të lejuar një vi drite të dilte në korridor. Rebeka u përkul të merrte varsen e Mirjanës, e cila i ra nga qafa nga nxitimi. Varsja u përplas lehtë në dysheme, por ajo e mori pa bërë zhurmë. Ndërsa u ngrit, celulari rrëshqiti nga dora dhe ra me ekranin poshtë. Instiktivisht, shtiu pajisjen me qëllim që të mos bënte zhurmë të madhe. Për fat të keq, prekja e saj shtypi panelin e shpejtë të regjistrimit të zërit. Pajisja filloi të regjistronte pa e vënë re. Ajo u afrua edhe pak, duke marrë frym ngadalë, duke u përpjekur të bëjë e padukshme. Zëri i Selinës tani ishte shumë i qartë. "Nesër mbaron kjo histori," tha Selina, "dhe unë do kem gjithçka që kam dashur." Në atë moment, mendoi se po fliste për dasmën, por tonin e saj nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Nuk ishte një gruaje e lumtur. Ishte një njeriu që sapo kishte fituar një betejë të gjatë. Pastaj dëgjoi diçka që i ngriti qimet në krah. Valdrini është një budallaj i pasur, që nuk kupton asgjë. E kam manipuluar aq lehtë sa më vjen për të qeshur. Fryma i mbeti në fyt. Ajo shtiu trupin pas murit duke u përpjekur të mos nxirrte asnjë tingull. Në dhomë, Selina qeshi but. Dhe ajo vajza e vogël, aq e padobshme sa më vjen në veli. Një barë që duhet t'ua kishte dërguar të afërmve të parë të gruas. Rebeka e ndjeu barkun t'i shtrëngohete. Nuk kishte dëgjuar kur dikë ta fliste me atë mënyrë. Selina vazhdoi. Por s'ka rëndësime. Nesër do të firmos dokumentet e para të bashkëpronësisë. Gradualisht do ta zhvendos gjithçka në emrin tim. Ai se kupton fare. Në sfond, dukej sikur ajo po ecte në përdhom. Kompania e tij është shumë e madhe se sa prisja. Pasuritë, tokat, kontaktet. Nëse gjithçka shkon siç dua, pas një viti s'ka për të mbetur asgjë në emër të tij, dhe askush s'ka për të kuptuar se si ndodhej. Rebeka mbajti dorën te goja që të mos i dilte asnjë ofsham. Zëri i Selinës u bë edhe më i ulët, i ngarkuar me një lloj kënaqësie të ftohtë. Dhe Mirjana. Mirjana. Të gjithë rinë duke përmendur si Angel, sikur ishte aq e rëndësishme. Rebeka ngriti kokën menjëherë. Zemra i rrahu aq fort sa mendoi se do ta dëgjonte edhe Selina. Selina vazhdoi. Sikur të mos futej gjithmonë aty ku s'duhet, ndoshta nuk do të kishte vdekur atë natë. Por njerëzit që nuk dinë vendin e tyre, përfundojnë duke paguar. Rebekës ju drodhen këmbët. Ajo e kuptoi që këtë nuk e kishte thënë askush më parë. As policia, as mjekët, as babai, as kush. Një fjalë, një ton, një nënkuptim i rrezikshëm. Ajo dëgjoi Selinën duke mbyllur një dollap. Gjithsesi, asaj nate i kam vënë një kapak që askush nuk mund ta ngrejë. Askush. Mjafton të heshtin të gjithë. Rebeka ishte ngjitur pas murit, duke dridhur duart, nuk dinte nëse duhet të shtëndronte apo të ikte. Asgjë nuk ishte ka një qartë asnjëherë.
Asgjë nuk ishte kaq frikshmëri. Selina mori telefonin nga komoda dhe tha: "Valdrini, nesër dua që të dukemi të lumtur para të gjithëve. Nuk dua drama, nuk dua dyshime, vetëm nënshkrimin dhe fotot. Mbaron puna." Pas ka folur me dikë më herët, mendoi Rebeka. Ndoshta ishte një mesazh zëri. Ndoshta dikush po e ndihmonte. Ndoshta dikush tjetër dinte gjithçka. Kur zëri i Selinës u ul edhe më shumë, Rebeka nuk mund të dëgjonte qartë, por kuptoi vetëm burri i parë nuk ishte aq problem. I dini të dy si i zgjidhim gjërat. Aty Rebeka nuk duroi më. U kthye ngadalë, pa bërë zhurmë, dhe vrapoi drejt dhomës së saj. Mbylli derën. Mori frymë thellë. Ulur në shtrat, shtypi fytyrën te jashtiku për të mos u dëgjuar. Ajo qau vazë disa minuta. Nuk e dinte si të sillej, nuk e dinte si t'i thoshte babait pa e thyer shpirtërisht. Nuk e dinte nëse dikush do ta besonte. Gjithçka që dinte është se Selina nuk ishte thjesht një njeri i keq, ishte një njeri i rrezikshëm. Në ditën e dytë, shtëpia u mbush me dritë dhe me rrëmujën e zakonshme të një dite feste. Valdrini ishte më i lumtur se zakonisht. Ai po rregullonte kollaren pas pasqyrës kur Rebeka hyri ngadalë në dhomë. "Zemër, je zgjuar?" tha ai duke buzëqeshur. "Kemi shumë punë sot, dua të dukemi të dy bukur." Ajo mbloti duart para barkut. Nuk foli. "Çfarë ke?" pa pyete. "Nuk je mirë?" Rebeka deshti t'i tregonte gjithçka, deshti të qante murin që ndante nga e vërteta, por kishte frikë. Jo nga ai, por nga ajo çfarë mund të bënte Selina nëse e ndjente se po humbiste kontrollin. "Jam vetëm e lodhur." Valdrini e përqafoi dhe tha: "Do ta kalojmë bashkë sot, mos u shqetëso." Ajo u shkëqua ngadalë dhe shkoi te dhoma e saj. Ndërsa po vishej, celulari i ra nga komoda dhe u përplas në dysheme. Ajo ulta merrte ta shifte nëse ishte dëmtuar dhe atu pa ikonën e regjistrimit. Aty mendoi: regjistrimi. Kur e ndeza? Shtypi play. Zëri i Selinës filloi të regjistronte më pas. Fjalët që i kishte ngritur gjaku një natë më parë, tani riktheheshin me zë të plot, pa një dyshim, pa një mundësi ta kishte imagjinuar. Valdrini është një budalla i pasur, që nuk kupton asgjë. Dhe ajo vajza e vogël, aq e padopshme sa më vjen në veri. Një bar që duhet ua kishte dërguar të afërmve të parë të gruas. Kompania e di është shumë më e madhe se sa prisjer. Pasurit, tokat. Me medi që do tua nuk kam kohë që të bëj ndërgjegje. Kur e dëgjoi këtë fundit, Rebeka e mbylli celularin me dorë të dridhur. Ajo e dinte çfarë ka tani. Jo një ndjenjë, jo një përshpëritje, jo një dyshim, por një provë. Një provë që askush nuk mund ta mohonte. As Selina, as familja, as njerëzit e fshatit. Ajo e shikoi veten në pasqyrë. Syti kishte të fryrë, por brenda tyre ishte diçka e re. Jo vetëm frika, jo vetëm dhimbja, ishte vendosmëri e jashtëzakonshme. Ajo doli ngadalë nga dhoma me celularin në dorë, e vetë dishme se çfarë do të ndodhte sot nuk ishte më thjesht një dasëm. Ishte momenti kur e vërteta do të dilte nga hija, dhe askush nuk ishte gati. Dasma e ditës së diel ishte përgatitur me një kujdes që vetëm dikush si Selina mund ta kërkonte. Salla ishte zbukuruar me harqe lulesh të bardha dhe rozë të zbehtë. Luleshitësi kishte sjell trëndafila nga Tirana, vetëm që ngjyra të ishte identike me tapetin që ajo kishte urdhëruar. Drita e lambadarëve reflektonte mbi tavolinat e kristalta, duke krijuar një shkëlqim që shumica e të ftuarve nuk e kishin parë kurrë më parë. Muzikantët përprovonin violinën, duke luajtur disa nota të buta, ndërsa njerëzit futeshin në rreshta. Gratë përshëndeteshin me puthje në faqe, burrat shkëmbenin duart fort, dhe të gjithë e mbanin mend këtë si dasmën që do të flitej gjatë në qytet. Të gjithë përveç një personi. Rebeka qëndronte pranë derës së sallës, me varsen e Mirjanës në dorë. E shtrëngonte aq fort sa gati i dhemnin gishtat. Çdo hap që hidhte përpara duke sikur e afronte drejt një ngjarjeje që nuk ishte e saj, por nga e cila nuk mund të ikte. Zemra i rrithte aq fort sa mendoi se edhe violinisti mund ta dëgjonte. Tetka lirie ju afrua ngadalë. "Je mirë?" e pyeti. Ajo nuk dinte çfarë të thoshte. Nuk dinte si të shpjegonte se e vërteta po i dishte në bark, vetëm lëvizi kokën lehtë. Liria e shikoi me dyshim, por nuk shtoi asgjë. Kishte shumë ftuar, shumë lëvizje, shumë sy që i ndiqnin. Salla nuk ishte vendi për diskutime të thella. Në atë moment, dera kryesore u hap dhe të gjithë u kthyen. Selina hyri brenda. Fustani i saj i bardhë vezullonte në dritat e sallës,
Flokët I kishte ngritur me një hieshi që dukej se I përkiste një reviste. Secili hap I saj ishte I matur, I studiuar, I ndërtuar për të dukur si gruaja ideale. Të ftuarit nisën të duar trokisnin. Disa gra filluan të përshpërisnin. Shiko si shkëlqen, e meriton Valdrini një grua kështu. Më në fund, pak lumtui për atë burr. Disa burra tundën kokën me miratim, sa fat ka pasur, than. Rebeka I dëgjoi të gjitha I gërrynin nga brenda. Selina kaloi përgjatë korridorit të sallës duke mbajtur buzëqeshjen e saj të butë, atë buzëqeshje që njerëzit e pëlqenin aq shumë, të gjithë, përveç vajzës së vogël që e njihte fytyrën e saj të vërtetë. Kur sytë e tyre u kryqëzuan, Selina I dha një buzëqeshje të lehtë, por në vend të mbrojtësisë, Rebeka pa një paralajmërim të qartë. Nuk guxon të flasësh. Ajo buzëqeshje mbante një mesazh që nuk kishte nevojë për fjalë. Nëse hap gojen, do ta paguash. Rebeka e uli kokën me një herë. Valdrini hyri nga ana tjetër e sallës. Kishte veshur një kostum të zi me një këmishë të bardhë që e bënte të dukej shumë më I ri nga zakonisht. Ai po qeshte me disa mish të tij dhe mbrëmja po I krijonte një farë lehtësimi që nuk e kishte ndier prej vitesh. Kur pa Selinën, fytyra ju ndriçua. Ecte drejt saj me atë lloj shprese që lind vetëm tek dikush që mendon se po e fillon jetën nga e para. Rebeka e pa babain e saj dhe ju thye fryma. Filloi të ndjente një nxehtësi në fytyrë, pastaj një stohtësi të thellë në stomak. Ai kishte nevojë për ndihmën e saj. Kishte nevojë për një të vërtetë që nuk të thuhet gjatë dhëndërisë. Kishte nevojë për vajzën që gjithmonë kishte qenë pranë tij. Por ai nuk e dinte asgjë. Selina e kapi nga krahu dhe atë shkëmbenin për qafimin e parë zyrtar. Njerëzit duar trokisnin sërish. Muzika u ndez, fotografi u afrua për të bërë disa fotografi. Askush më vuri re Rebekën që qëndronte pak mbrapa me sytë e mbledhur drejt dyshemes. Ceremonia filloi me fjalët e kryetarit të bashkisë, I cili u shfaq me një dosje të kuqe. Selina e dëgjoi me vëmendje, e kthente kokën në drejtimin e duhur, përshëndeste të ftuarit kur duhej, qeshte në të njëjtën mënyrë për secilin, nuk kishte asnjë gabim. Ajo po performonte një rol. Rebeka e kuptoi. Ishte roli I jetës së saj. Gjatë gjithë kohës Selina e shikonte her pas here, sikur dëshironte të kontrollonte çdo lëvizje të saj. Sa herë që Rebeka ngrinte kokën, Selina I kthente atë vështrim të ftohtë që I thoshte të mos guxonte as të merrte frymë thellë. Në një moment, ndërsa fotografi po ndryshonte pozicion, Selina u përkul pak pranë saj dhe përshpëriti. Rije qetë, mos harro se çfarë ke të humbësh. Rebeka nuk I dha përgjigje, filloi të diqte gjoksin nga frika, por brenda saj kishte nisur të lëvizte edhe një tjetër ndjenjë. Guximi. Ishte shumë I vogël, pothuajse I padukshëm, por ishte aty. Valdrini I dha dorën Selinës. Të ftuarit u qetësuan. Fjalët e betimit filluan. Në fat e në vështirësi, lexoi oficeri. Rebeka I shikonte duart e tyre të bashkuara. Në mendje I vinin fjalët e nënës së saj. Mbaj gjithmonë syt hapur bija ime. Njerëzit e vërtet shihen kur janë të qetë. Selina ishte shumë e qetë, shumë e përsosur. Oficeri vazhdoi. Nëse ka dikush një arsye të vlefshme që kjo martesë të mos kryhet, le të flas tani. Salla heshti. Njerëzit pan për atyre. Askush nuk fliste. As Rebeka. E mbërthyar nga frika, ajo ndjente veten të mpakt. Oficeri po përfundonte fjalin. Ose të hesht për gjithmonë. E gjithë salla priti. Selina buzëqeshi dhe mori frym ngadalë, e bindur se asgjë nuk do të ndodhte. Pastaj ndodhi diçka që e prishi ritmin e çdo njeriu në atë sallë. Rebeka pa telefonin në dorën e saj. Ai qëndronte aty me skajin e butonit të regjistrimit ende të dukshëm në ekranin e saj. Ajo dinte që provat ishin aty, e dinte se zëri I Selinës ishte I ruajtur në atë pajisje. Dhe për herë të parë, pa mësimet e askuj, pa ndihmën e askuj, pa garanci se çfarë do të ndodhte, ajo e kuptoi çfarë duhet të bënte. Nëse atë çast kalonte, babai I saj do të humte gjithçka. Frika e saj ishte madhe, por e vërteta ishte më e madhe. Ajo mori frym dhe doli përpara. Salla u kthye me njëherë drejt saj. Oficeri u hutua. Selina ngriti kokën me një lloj paniku që nuk po e kontrollonte dot. Valdrini e pa vajzën e tij dhe fytyra ju zverdhi. A e tyja mos, përshpëriti Selina, nuk gudhon.
Por Rebeka doli në mes të sallës, nën lambadarët, para të gjithëve. Ajo mbajti telefonin në dorë dhe shikimi i saj nuk lëvizi nga babai i saj. Babi tha qetë: "Më duhet të flas para të gjithëve." Njerëzit u ulën më drejt, disa ngritën vetullat, disa nisën të përshpërisnin. "Rebeka zemër, tani nuk është momenti," tha Valdrini i hutuar. "Është momenti i vetëm," tha ajo. Selina u përpoq të qeshte nervozisht. "Ajo ka emocione, është fëmijë, le ta marr pak anash." "Por nuk do shkosh askund," i tha Rebeka me një zë që nuk kishte përdorur kurrë. Më parë, ajo shtypi butonin e riprodhimit në telefon. Salla u mbush me zërin e Selinës. "Valdrini është një budallaj i pasur." Njerëzit u shtangën, disa gra hapën gojët, një burr lëshoi gotën në tokë. "Ajo vajza duhet të ishte dërguar te të afërmit e gruas." Zëri i Selinës u dëgjua qartë, pa dëshirën e dyshim. Nuk kishte asnjë mundësi të mohoj. Selina tentoi t'i afrohej Rebekës, por dy burra e ndaluan. "Nuk është përfunduar," tha Rebeka. Ajo vazhdoi regjistrimin. "Kompania e tij do t'jetë e ime," ai se kupton fare. Pastaj pjesa që ngriti të gjithë sallën në këmbë. "Mirjana nuk do të kishte vdekur po të rinte jashtë rrugës." Një mur zhurmash shpërtheu. Njerëzit filluan të flisin mes tyre. Disa bërtitën. Një ndjur tha: "Kjo është një krim." Tjetri: "Kjo grua është rrezik." "Valdrin, çfarë është kjo gjë?" Selina u përpoi të qeshte nervozisht. "Është montazh. Ajo vajzë nuk kam prekur asgjë," tha Rebeka. U regjistrua vet. Salla u kthye drejt Valdrinit, i cili mbante dorën te balli. Nuk dukej më dendur, dukej një burr që sapo kishte parë murin e jetës së tij të shembej. Ai e shikonte Selinën. "Është zëri jut," tha but. "Je ti." Ajo tentoi të fliste, por nuk doli asgjë. Dhe Rebeka e dridhur, por më e fortë se kurrë, tha: "Nuk dua të humbësh sërish, babi." "Jo kësaj radhe." Në atë qast, dasma nuk ekzistonte më. As shampanja, as lulet, as violinistët, ishte vetëm e vërteta, e zhveshur e pamëshirshme në mes të gjithë njerëzve. Dhe çdo gjë që Selina kishte ndërtuar me manipulim, u shembu brenda 1 minute. Në çastin kur oficeri po përgatitej tu kërkonte Valdrinit dhe Selinës të thoshin betimin e fundit, në sallë u dëgjua një zhurmë e lehtë. Karrigja e Rebekës lëvizi prapa. Askush nuk i kushtoi vëmendje derisa ajo u ngrit në këmbë. Fustani i saj thjesht blu u dridh lehtë ndërsa ajo merrte frymë me vështirësi. Njerëzit në rreshtat e para u kthyen. Disa buzëqeshën, menduan se vajza do thoshte diçka të ëmbël për Selinën. Disa gra u shprehen me zë të ulët. "Sa e lezetshme, do jap nga një bekim për nusen." "Të varfër, e ka vështirë pa nënën." Por fytyra e Rebekës nuk ishte asgjë të ëmbël, nuk ishte lot, nuk ishte buzëqeshje, kishte një vendosmëri të ngrirë që nuk i përkiste një fëmijë 9 vjeçare. Ajo hodhi një hap përpara. Pastaj një tjetër. Rebeka ndodhej tani mes sallës, nën llambadarat e mëdhenj. Muzika u fik. Oficeri e ndërpreu fjalin. Edhe kameramani laloi së lëvizuri. Ishte ai çast kur të gjithë kuptuan se diçka nuk shkonte. Valdrini u kthye drejt saj, i hutuar. "Zemër, çfarë po bën këtu? Hajde më vonë, tani." Por Selina ngriti kokën menjëherë, me instiktin e dikujt që e ndjen kërcënimin nga larg. Ajo e nuhadhi rreziku në mënyrën se si Rebeka qëndronte, në mënyrën si e shtrëngonte telefonin në dorë, në mënyrën si nuk e uli shikimin. Fytyra e Selinës fëtendos. Rebeka hapi gojën, por para se të fliste, një grua u ngrit. "E ka kapur trema e dasmës, lëre të ulet." Një burr nga fisi i Valdrini tha: "Është e lodhur, vajzë e vogël është, nuk di çfarë thot." Një grua nga pala e Selinës u fut me nxitim. "Ka xhelodhi, është normale, fëmijët bëhen të pasigurt." Disa filluan të tundin kokën me keqardhje, të tjerë psherëtin sikur po fillonte një situatë e pakëndshme që do prishej bukurinë e dasmës. Rebeka provoi sërish të fliste. Dy burra thanë njëkohësisht: "Hajde ule vajzën, është fëmijë." Një tjetër tha: "Nuk i kupton këto gjëra." Selina u afrua ngadalë. Pasi mbërriti pranë Rebekës, buzëqeshi aq butë sa nga larg dukej si një akt dashurie, por askush nuk pa dorën e saj që e kapi vajzën fort në shpatull. Ajo e përshpëriti midis dhëmbëve,
Pusho, shko ulu. Dhimbja nga shtrëngimi saj ishte aq fort sa Rebekës ju ngjit graku në fytyrë. Ajo e dinte se Selina nuk e bënte më vetëm për kontroll, e bënte nga paniku. Rebeka e shtyu lehtë dorën e saj, por Selina e shtrëngoi edhe një herë më fort. Mos e turpëro baban tënd. Rebeka e ngriti shpinën drejt dhe lëvizi një hap larg, duke e çliruar dorën nga kapja e saj. Selina u ngurtësua. Ishte era e parë që dikush i shpëtonte kontrollit të saj publik. Valdrini bëri një hap drejt vajzës. Çfarë po bën këtu Rebeka? A ka ndodhur gjë? Hajde më vonë tani. Por fytyra e saj ishte plot shqetësim, jo zemërim. Ishte baba që e donte vajzën dhe donte ta kuptonte. Rebeka i pas sytë e tij. Në ato sy kishte dashuri, kishte përkushtim, kishte vite sakrifice. Ajo e dinte se po ai njeri e kishte ngritur vetëm, e kishte ushqyer, e kishte qetësuar natën kur e gënjente frika. Ai njeri meritonte të dinte të vërtetën. Frymarrja e saj ishte e rëndë, por ajo tha: "Dua të flas." Turma o trazua. Një grua bërtiti: "Mos e lejoni, është fëmijë, nuk e di çfarë thot." Një burr u nervozua: "Kjo nuk është lojë, është dasëm." Një tjetër tha: "Duhet të ketë parë ndonjë ëndër." Selina u kthye drejt e ftuarve. "Ju lutem," tha me një zë të butë që ajo dinte si të përdorte. "Rebeka është në shumë stres, është natyrale. Le ta çoj pak anash të qetësohet." Selina zgjati dorën për ta kapur, por Rebeka u tërhoq sikur po digjej. Pastaj ngriti telefonin. E zgjati lart që të gjithë ta shohin. "Kam diçka që duhet ta dëgjoni," tha ajo. Zëri i saj dridhej, por fjalët ishin të qarta. "Asgjë nuk po shpik. Nuk jam xhedoze, nuk kam frikë. Dua që babai im të di kush është ajo grua." Salla u qetësua në mënyrë të çuditshme. Edhe violinisti uli harkun. Regjistrimi filloi me zërin e Selinës. "I xhori, Valdrin, sa lehtë mashtrohet." Salla u ngrit në këmbë. Disa u lëritën, disa vendosën duart e goja. Rebeka nuk e ndaloi. Regjistrimi vazhdoi me zërin e Selinës. "Vajza e tij është bar, duhet i ishte dërguar te të afërmit e gruas. Ai mban në qafë një fëmijë që nuk i sjell asnjë gjë veç pengesash." Një grua nga fisi i Valdrinit tha me zë të lartë: "Zoti i madh." Një burr ju drejtua mikut të tij: "Kjo është e neveritshme." Selina bërtiti: "Majt, është montazh, kjo është një keq kuptim." Por zëri i saj vërtet vazhdoi. "E gjithë pasuria e tij, mendon se do ja lyj vajzës? Jo, do jetë e imja. Ai nuk e kupton, askush nuk më ka parë aq mirë sa unë skonca ata njerëz." Njerëzit nisën të debatonin midis tyre. "E pas kem pasur në sy këtë kohë? Kjo grua është rrezik, të turpshme, të flas kështu për një vajzë. Duhet të na ftoj policia." Por pastaj erdhi fjala që ngriti një stuhi reale. Fjala që i preu frymën Valdrinit. "Mirjana s'do ti të vdiste po të rrinte jashtë rrugësime. Ajo vetëm e kërkoi fatin." Një britim të thellë u dëgjua nga dikush mbrapa. Një grua qau me zë të hantë. Një djalë u çua në këmbë duke thënë: "Kjo është provë për krim." Selina humbi kontrollin. Ajo kërceu drejt Rebekës duke u përpjekur t'i rrëmbente telefonin. "Je gënjeshtare, je sëmur, ti s'do..." Por dy burra e kapën nga krahët. "Mos e prik vajzën," bërtiti njeri. "Qetësohu," tha një tjetër. Ajo përpoq të lirohej, por në sytë e saj u pa paniku i pastër. Nuk ishte më mask, nuk ishte më buzëqeshje, kishte vetëm frikë. Valdrini qëndroi i ngrirë për disa sekonda. Në fytyrën e tij e shoh pas shoh, pastaj dhimbje, pastaj një zemërim i qetë, i thellë. Ai u afrua Selinës. "Është zëri jot, je ti, dhe faji jot nuk mund të fshihet. Selina, vije këtu." Selina u përkul drejt tij, duke u përpjekur të fliste rrëmujshëm. "Valdrin, unë nuk e kam thënë atë mënyrë. Ishte humor i keq. Dikush e ka montuar. Unë të dua." Ai ngriti dorën për ta ndaluar. "Nuk do të dua kurrë. As nuk të kam dashur ndonjëherë. Ti më gënjeve, më përdore dhe donte të më zhdukesh vajzën." Fytyra e Selinës u zbardhi. Ajo ra në gjunjë duke ndjerë se e gjithë loja e saj kishte marrë fund. Njerëzit nisën të ngriheshin nga vendet. Disa i bërtisnin Selinës. Disa u afruan tek Valdrini duke e mbajtur nga krau. Disa gra shkuan te Rebeka dhe e përqafuan. "I je shumë e guximshme birë.
Ti shpëtove babin. Të lumtu goja, tha një burr i moshuar. Për disa çaste salla e dasmës u kthye në një arenë ku njerëzit njëkohësisht zemroheshin, tronditeshin, qanin dhe brohorisnin për vajzën që hodhi dritë mbi një mashtrim kaq të madh. Oficieri që po drejtonte ceremoninë u vu duart në kokë. Kjo dasëm nuk mund të vazhdoj, duhet të ndërpritet menjëherë. Rebeka u kthye drejt babait saj. Ai la pas Selinën, turmën, fjalët, zhurmën, e mori vajzën në krah dhe e shtrëngoi fort. Ti më shpëtove, i tha me zë të dridhur. Zemra ime, ti më shpëtove. Ajo i vuri kokën në krahëror. Nuk doja të humbisje, nosi mamin. Valdrini e përqafoi më fort. Kur nuk do të humbas sa ko kam ty. Dhe ndërsa turma shpërbëhej, ndërsa Selina merre nga dy burra, ndërsa zhurma shpërndahej nëpër korridore, në atë qendër të sallës kishte vetëm dy njerëz që vërtet kishin rëndësi. Një baba dhe një vajzë, që sapo kishin fituar luftën më të madhe të jetës së tyre. Salla e dasmës nuk dukej më si një vend gëzimi. Flamujt e bardhë që vareshin nga tavani tani tundeshin lehtas si të turpëruar. Lulet e freskëta nëpër tryeza kishin humbur shkëlqimin e tyre. Fytyrat e njerëzve mbuloheshin me hije. Askush nuk e njihte me vetveten në atë hapësirë ku vetëm pak minuta më parë kishin duart trokitur me bindjen se po festonin një rilindje. Selina qëndronte mes dy burrave, me flokët e shpëndar, buskuqin e fshirë dhe sytë e turbullt. Maska e saj ishte shkatruar. Nuk ishte më elegancë, nuk ishte më qetësi. Kishte vetëm frikë dhe mlef. Ajo kërkonte të kuptonte se si një fëmijë e vogël ja kishte rrëzuar gjithë kështjellën që ndërtoi me aq kujdes. Por sytë e saj shmangnin të parin Valdrinin, nuk guxonte ta shihte më. Një grua e moshuar, halla e Valdrinit, që më herët kishte shtyrë idenë e martesës, u ul në karrige me dorën në ballë. Ajo përshpëriti. Na çoi në qafë. Ne vetë sollëm në këtë pitë. Një burr nga fisi tjetër tha: "Ne e shtynim të martohej shpejt. As vetë nuk mendonim që një njeri mund të fshishte kaq shumë." Disa gra nisën të mbulonin fytyrat, të poshtëruara që kishin mbrojtur një grua që rezultoi të ishte krejt tjetër. Ndërkohë Valdrini kishte ngelur i ngrirë përballë vajzës së tij. Ai nuk e shihte turmën, nuk dëgjonte fyerjet kundër Selinës, nuk përjetonte më shokun. Zemra e tij ishte përqendruar vetëm te voglushja që kishte ngritur zërin në një moment kur askush tjetër nuk guxoi. Ai u afrua ngadalë. Rebeka qëndronte me telefonin ende në dorë, duke marrë frymë shpejt. Duart i dridheshin. Nuk ishte më ajo vajza që u duke fort para të gjithëve. Tani ishte thjesht një fëmijë që kishte mbajtur një barë shumë më të rëndë se mosha e saj. Valdrini ul në gjunjë para saj. Salla heshti. Edhe ata që ishin në largësi e pan. Ai vendosi duart e tij të mëdha mbi duart e saj të vogla dhe tha me një zë të ulët, të ngrohtë, të thyer: "Ajo që bëre sot është gjëja më e vështirë që mund të bëj dikush. Mami yt do ishte krenare. Ti më shpëtove." Rebeka më në fund shpërtheu në lot. Lotët e saj nuk ishin më pesh frike, ishin lot shlirimi. Lot të një fëmije që më në fund nuk ishte i vetëm brenda një sekreti të madh. "Unë kisha frikë," tha ajo me slotve. "Kisha frikë të humbisja ty. Nuk doja të shikoja si e humbe mamin." Valdrini afruaj me kujdes dhe përqafoi fort. "Ti nuk do më humbasës kurrë. Nuk e pse të kesh frikë më. Askush nuk vjen midis nesh." Turma heshti. Një heshti që nuk ishte e rëndë. Ishte heshtje e dikujt që shihte një të vërtet të pastër dhe të bukur. Lidhjen mes një babai dhe vajzës së tij. Selina u përpoq të fliste përsëri. Syti ju skuqën dhe zëri ju drodh. "Valdrin, më dëgjo, unë nuk do të..." Por një nga burrat që e mbante i tha: "Mos fol. Çdo fjalë që thua vetëm të fundos më shumë." Në atë çast një polic i veshur me kostum civil hyri në sallë. Ai kishte qenë i ftuar në dasëm, por ishte ngritur menjëherë pasi dëgjoi regjistrimin. "Zotri," i tha Valdrinit, "më duhet kopja e regjistrimit. Ka informacione që duhet verifikohen menjëherë." Njëra nga shoqet e Mirjanës u ngrit dhe bërtiti: "Ajo e ka vrarë Mirjanën, e ka thënë me gojen e saj." Polici ngriti dorën. "Kërkoj qetësi. Duhet hetuar çdo fjalë. Kjo nuk është çështje dasme më. Kjo është çështje penale." Selina u tërhoq prapa duke u përpjekur të fshihej pas flokëve. "Unë nuk e kam vrarë askënd. Fjalët janë nxjerrë nga konteksti.
duhet ma besoni mua. Polici tha, të gjithë e dëgjuam qartë. Tani do të vi radha e fakteve, por deri atëherë do të na shoqërosh. Dhe ai vuri një shami në shpatull, jo pranga, por një shenjë se situata nuk ishte më nën kontrollin e saj. Valdrini mori Rebekën në dorë, i mbajti dorën dhe e nxori ngadalë nga salla. Askush nuk bëri asnjë zë kundër tij. Të gjithë u hapën në rrugën. Kishte një respekt të heshtur për atë që kishte ndodhur. Jashtë salla shkëlqente nga dritat e festës që tashmë nuk kishte kuptim. Valdrini hodhi një vështrim të fundit vendit që duhet të ishte të nesërmen kujtim i bukur, por tani ishte bërë skena e zhveshjes së një gënjeshtre të madhe. Le të ikim, i tha Rebekës. Ky vend s'ka asgjë për ne. Ajo e shtrëngoi dorën e tij më fort. Rrugës për në shtëpi Rebeka qëndroi e heshtur. Nuk ishte heshtje frike. Ishte heshtje për punimin të gjithë shkaje që kishte ndodhur. Valdrini ngriti makinën ngadalë. Hidhte shikim nga pasqyra për të parë vajzën. Kur arritën, ai hapi derën e shtëpisë. Dhoma e ndjenjës që vetëm orë më parë dukej krejt normale, tani u duk si shtrehë sejnë, pa mysafir, pa rrezik, pa prani të huaj. Valdrini mori xhaketën e dasmës. Ishte shtrenjtë, porositur posaçërisht me qëllim të fillonte një kapitull të ri. Ai ja shikoi për disa sekonda dhe pastaj vendosi në koshin e plerave. Rebeka e ndoqi me sy. Do hedhësh gjithçka? Gjithçka që na shërbejnë, thaj. Pastaj shkoi në kuzhinë. Ke urit? I pyeti. Pak, tha Rebeka. Ai hapi frigoriferin dhe nxori përbërësit për pjatën e saj të preferuar. Supë pule me makarona të vogla. Ishte ushqimi që Mirjana i përgatiste Rebekës kur ajo ishte vogël. Aroma e supës filloi të përhapej në shtëpi. Ishte aroma e kujtimeve, e ngrohtësisë, e sigurisë. Rebeka ul në karrige dhe e pa babain e saj duke qarkulluar në kuzhinë. Ai nuk kishte veshjen e dasmës. Nuk kishte kostum, nuk kishte gravat. Kishte vetëm një bluzë të thjeshtë gri dhe duar që punonin me qetësi. Kujtimi i natës nuk kishte ikur, por shtëpia e tyre kishte rifituar qetësinë. Kur ushqimi u servua, Rebeka ngriti kokën dhe tha: "Nëse nuk do shkoje te ajo grua, do ishe më i lumtur?" Pyetja e saj ishte thjesht, por mjaftonte të mbante brenda gjithë plagën e fundit muaj. Valdrini mori frym thellë dhe tha: "Kam bërë gabim. Kam menduar se do krijon një familje të re dhe do gjenja më shumë lumturi. Por e vërteta është se ne të dy jemi familja, ti dhe unë, dhe mjafton." Sytë e Rebekës ju mbushën sërish me lot, por këtë radhë nuk ishte pesh dhimbje. Ishte një lloj çlirimi që e çlironte. Lotë një fëmije që më në fund nuk ishte i vetëm brenda një sekreti të madh. "Unë kisha frikë", tha ajo mes lotëve. "Kisha frikë të të humbisja ty. Nuk doja të të shikoja si e humbe mamin." Valdrini afrua me kujdes dhe përqafoi fort. "Ti nuk do më humbasës kurrë. Nuk ke pse të kesh frikë më. Askush nuk vjen midis nesh." Pas vaktit, ata ulën në divan. Rebeka vendosi kokën në prehin e tij dhe më në fund ra në gjumë. Jo gjumë të trazuar, por të qetë, të pastër, si dikush që më në fund është i sigurt. Valdrini e shikoi për disa minuta. Krejt jeta e tij ishte aty, në atë fëmijë që kishte treguar një forcë më të madhe se shumë të rritur. "Mami yt do ishte krenare, dhe unë jam njeriu më i fatë që kam ty." Ai e dinte se ditët e ardhshme do të sillnin hetime, pyetje, ndoshta probleme të tjera, por atë natë ishte shenjtë. Ishte nata kur e vërteta fitoi, kur maska e Selinës u rrëzua, kur një fëmijë mbrojti familjen më fort se çka do tjetër. Nata u qetësua. Shtëpia u mbush me frymarrjen e butë të Rebekës. Dhe aty, në atë qetësi që u kthye pas një stuhie të madhe, filloi kapitulli i tyre i ri. Jo me umaza, jo me fjalime, jo me valle, por me të vërtetën, me forcën dhe me dashurinë e një babai dhe vajze që u ngritën mbi një gënjeshtër që gati e shkatroi. Ata ishin më të fortë se kurrë, dhe tani, më në fund, ishin të lirë. Kashtu përfundon historia e një vajze që nuk pranoi të heshte. Rebeka nuk ishte e rritur, nuk ishte e fuqishme, nuk kishte miq të pasur, por ajo kishte zërin e saj. Dhe nga njëherë, një zë i vogël mjafton për të shkatruar një gënjeshtër të madhe. Selina u largua nga jeta e tyre siç kishte ardhur, me mashtrium dhe frikë. Por ajo la pas një mësim që Valdrini dhe Rebeka nuk do të harrojnë kurrë.
Njeriu më i rrezikshëm është ai që fsheh fytyrën pas fjalëve të bukura. Sot ata jetojnë të qetë, me një dashuri që nuk ka nevojë për dëshmi, për unaza apo për premtime boshe. Kanë njëri tjetrin, dhe kjo është më shumë se mjart. Nëse kjo histori ju preku, shkruani mendimet tuaja më poshtë. Nga cili qytet apo vend po na dëgjoni sot? Mos harroni të abonoheni në True Stories, sepse çdo ditë sjellim histori që tregojnë pikërisht këtë. Jo çdo hero ka superfuqi. Disa mbajnë vetëm një telefon dhe guximin për të thënë të vërtetën. Mirupafshim deri në videon tjetër.